Kina është gjendur në shënjestrën e Mbretërisë së Bashkuar ose më saktë, qeveria britanike është veçanërisht të shqetësuar për super ambasadën e re që Pekini planifikon të ndërtojë në Londër. Misioni diplomatik kinez ende nuk ka marrë miratimin nga autoritetet lokale, i cili pritet të shtyhet më tepër një datë që ende nuk është përcaktuar. Hija ende e dukshme e skandalit fundit të spionazhit që tronditi Mbretërinë e Bashkuar, që përfshin aktor kinez dhe politikan londinez, me sa duket ka ngrirë procesin e projektit ambicioz të qeverisë kineze. Zyrtarët në Ministrinë e Strehimit, i njëjti departament që po merret me çështjen e planifikimit urban, thuhet se po përgatiten të njoftojnë shtyrjen e afatit të 21 tetorit. Projekti i ambasadës kineze që shqetëson Londrën, që nga viti 2018 Kina është përpjekur të ndërtojë një ambasadë dëre të madhe pranë kullës së Londrës. Megjithatë, vendimi i qeverisë britanike nëse do t'jap apo jo leje është shtyr vazhdimisht. Vonesa e fundit zyrtarisht i atribuohet ndryshimeve të fundit në riorganizimin e kabinetit britanik, i cili përfshinte edhe emërimin e ministrave dhe zyrtarëve të rinj të përfshirë në këtë çështje. Sipas Telegraph, megjithatë, arsyeja thuhet jetë çështja e spionazhit që ka tronditur Londrën dhe dyshohet se ka përfshirë disa emisar kinez. Luke de Pulford, bashkëthemeluesi i aleancës ndërparlamentare për Kinën, ishte i qartë. Arsyeja për këtë vonesë është e pabesueshme, për ta thënë butë. Të gjithë dinë se vendimi përfundimtar për mega ambasadën do të merret nga politika, jo nga ligji i planifikimit. Arsyeja e vërtetë për këtë vonesë është se shqyrtimi aktual e bën të papërshtatshëm dhënien e dritës jeshile të pritur. Në rastin e spionazhit lart përmendur, Christopher Cash, i cili punonte për deputetët konservator, dhe Christopher Berry, një mësues, u akuzuan për kalimin e informacionit në Pekin. Akuzat u rrëzuan për dyshimet mbetën. Keir Starmer dhe zyrtarët e tij të lartë u kritikuan për dështimin për të ofruar prova që e shpallnin Kinën armik, pavarësisht kërkesave nga shërbimi i prokurorisë së Kurorës. Hija e spionazhit. Yvette Cooper, sekretarja e jashtme, tha se Kina përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar dhe se ishte thellësisht e frustruar nga dështimi i çështjes. Pekini duket se ka kërkuar miratimin e ambasadës së saj tre pavarësisht kundërshtimit britanik. Kërkesa fillestare për planifikimin u refuzua në dhjetor 2022 përpara se një herë të paraqitej menjëherë pas fitores Partisë Laboriste në zgjedhjet e përgjithshme të korrikut të kaluar. Ministrat kërkuan propozimin e Këshillit duke shkaktuar një hetim nga Inspektorati i Planifikimit dhe një vendim përfundimtar nga ministrat në Departamentin për Komunitete. Jo vetëm kaq, por duket se disa zyrtarë nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë në SBA kanë shprehur shqetësimet e zyrtarët e Ministrisë Jashtme britanike. Raportet e medias britanike thuhet se kanë ngritur shqetësime në lidhje me aksesin në kablot që kalojnë pranë vendit ku është planifikuar të ndërtohet objekti Dragon, të njëjtat kablot përdorura nga firmat financiare të Londrës. SBA-t janë thellësisht të shqetësuara për ofrimin e aksesit mundshëm për Kinën në komunikimet e ndjeshme të njërit prej aleatëve tanë më të ngushtë, tha një zyrtar anonim amerikan.